E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të komentuar pak ngjarjet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosovës. Ndoshta jam edhe i gabuar, ndoshta kam mendime të gabuara, por lëndrimi kur dëshiron më duket shumë strateg. Edhe pse publiku kanë filluar që të hamencojnë që lëndrimi mund të jetë homoseksual, Klodi mund të jetë homoseksual, që në fakt afrimitetin e tyre e pres që sonte të komentohet, që sonte të vijë një video përmbledhse me momentet e tyre brenda shtëpisë dhe ato të japin një zyrtarizim këtij afrimitetit. Unë në fakt nuk i shikoj si homoseksual, nuk i shikoj si një çift të ri brenda shtëpisë mes dy meshkujve, por në fakt i shoh si dy personazhe strateg që nëpërmjet strategjisë së tyre synojnë drejt finales. Mendoj që gjërat në Big Brother nuk duhet i shohim të menjëhershme. Aty ka strategji, aty ka figura të fshehura pas atyre personazheve dhe mendoj që janë duke bërë të gjitha atë lojën e madhe, janë duke bërë të gjitha atë sfidën e madhe, se si në fakt do të menaxhojnë lojën e tyre dhe veten e tyre. Në këtë rast do me thënë Londrimi dhe Klodiani. Tani, po që se lëndrimit mos ishte strateg, nuk do të kishte marrë Edi në anash dhe t'i fliste dhe t'i thonte që Edi, ti duhet vazhdosh lojën, ti duhet t'jesh energjik, Dolçe ka dalë, ajo të pret jashtë, mos u lodh fare për të, vazhdo lojën tënde sepse ishte vendimi i saj. Do të thënë, unë e shoh që lëndrimi ka një inteligjencë apo një intuit të papar për t'i kuptuar të gjitha gjërat dhe për t'i kapur në fakt të gjërat që në thelb. Unë kështu e shoh lojën e lëndrimit, ndërsa Klodianin e shoh të përfshirë, edhe pse japin disa nuanca që, do me thënë, flasin me njëri tjetrin, i thon njëri tjetrit fjalë që ti e ke ditur, e ke kuptuar, e kam kuptuar, e shoh me sy, e vërej, e ndjej, do të thënë kemi të bëjmë me me shprehje të dashurisë, por unë këtë të gjithën e shoh strategji, ndoshta është kjo strategjia e Klodit edhe lëndrimit për t'i futur të gjithë banorët në rreth, që të gjithë banorët të merren me to, të amencojnë me to dhe të aludojnë për to. Ndoshta dëshirojnë që nëpërmjet kësaj gjëje të kapin prajmin që të dy. Sonte pritet që të flitet për këtë marrëdhënie që në fakt ka ndarë publiku në dy pjesë. Shumica e publikut mendojnë që Londrimi dhe Klodiani kanë ndjenja për njëri tjetrin dashurie, ndërsa një shumicë tjetër e publikut mendojnë që Londrimi dhe Klodiani e kanë këtë gjë strategji ashtu siç në fakt e mendoj edhe unë, edhe pse afërsia e tyre është shumë interesante. Klodiani dhe Londrimi dje tentuan që të puthen në bus, i thoni njëri tjetrit që më mundëso, më puth në bus, më bëj të, nuk e di, më bëj të ndjem i lumtur etj, por kjo strategji siç duket po krijon shumë dinamik jashtë dhe po krijon shumë situata jashtë që ngre pikpyetjet e publiku. Dëgjoni, unë Londrimin e shoh shumë strateg. Londrimi si fillim përdori një loj humorit, një loj të shakas, më pas do me thënë pati luftën e parë me Klodianin, më pas Klodiani u afrua pranë Londrimit sepse ndoshta e pa që Londrimi është një banor shumë i fuqishëm brenda shtëpisë dhe mund të krijojnë trazira që të dy, më pas bën pakte për ta nxjerrë Labin jashtë sepse e ndjenin si një konkurrent të fortë brenda asaj shtëpie sepse Labi ka hyrë me një strategji të fortë dhe ka hyrë tepër i përgatitur në shtëpinë e Big Brotherit. Do me thënë kishin një lloj loje që të dy së bashku, por po e shprehin këtë loje në formë shumë interesante dhe në momentin që Londrimi i thot Klodi që më puth në bus, aty do me thënë krijohet një lloj energjie qesharake sepse ato të dy shikojnë kamerat. Unë për veten nuk e shoh si një lidhje dashurie, por në fakt kisha dashur të marr mendimin tuaj se si e shikoni ju këtë raport të ndërtuar brenda shtëpisë.